Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së gaforit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin e muajit shtator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni shenjën tuaj ascendente, sepse ajo është më e rëndësishme, sepse ascendentja cakton dhe shtëpitë tuaja. Kështu që duhet shikoni patjetër shenjën tuaj ascendente. Atëherë do fillojmë me energjinë tuaj dhe shohim, më fal se janë mbrapsht letrat. Dhe shohim se çfarë energji do na vi për muajin shtator. Atëherë, në fillim të javës, shoh që ju nuk e di, por jeni në një pozicion të favorshëm në lidhje me dashurinë. Shoh që keni ka pasur shumë eksperienca dhe kjo gjë ju bën që ju të mendoni dhe të merrni vendime në lidhje me dashurinë, ose ju të përdorni më shumë logjikën se sa pjesën e zemrës. Gjithsesi ju shoh në dilema. Një pjesë prej jush mund të jenë në dilema në lidhje me një dashuri. Shoh që ju mungon një dashuri për gjithë ata që mund të jenë single, ju mungon një person për pjesën tjetër, ose ju mund të keni mungesë dashurie në njofit lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, shoh që në lidhje me punën tuaj, shoh që jeni në një pozicion të mirë, keni pas eksperienca dhe në lidhje me punën, ndoshta dhe tensione, situata të ndryshme, por tani do filloni të mendoni më logjikisht. Mund të jeni midis dy situatave, dy personave te vendi punës, ose dhe në lidhje me çështje të ndryshme në familje, në shtëpi me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër mund të keni lidhje me institucionet shtetërore, me dokumenta të ndryshme. Ndoshta edhe mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta për të larguar jashtë shtetit, leje qëndrimit, një patent, diçka tjetër, por që ka lidhje me institucionet shtetërore. Dhe ju do ndiheni në dilema. Shoh që një pjesë prej jush ndiheni shumë të lodhur, ndoshta mungon paraja, ose ju mund të keni shpenzuar dhe ngeleni me pak para në duar, dhe kjo situatë dhe këto mungesa që keni, shoh që ju kanë lodhur. Ju shoh shumë të strapacuar, shumë të lodhur nga çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jetë mungesë dashurie, mungesë paraje, mund të jetë distancim emocional, mund të jetë një lodhje fizike për pjesën tjetër, por mund të jenë situata që ju kanë lodhur. Duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj. Mund të jenë situata familjare. Gjithsesi, shoh që mund të jeni dhe midis dy punëve, mund të jeni midis dy personave, dy çështjeve të ndryshme. Është një javë që do jetë jo shumë e mirë për ju. Gjithsesi, java e 10 ditësh i parë i shenjës ka lidhje më tepër me punën, me vështirësi që mund të keni te puna, por që në fund të muajit gjërat do rregullohen. Por ka lidhje edhe me situata familjare të ndryshme. Gjithsesi, shohim energjinë për javën e dytë. Jemi të energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjave të ujit dhe energjia e shenjave të ujit përsëri. Nuk e di nëse i tha ashtu energjia e shenjave të ajrit dhe të tokës. Atëherë në fillim të javës dytë shohim që jeni në pritje të një personi, në pritje të një dashurie, në pritje të një përgjigje, në pritje të një udhëtimi për pjesën tjetër, ose mund të jetë një përgjigje në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me studimet, me kontrata të ndryshme që do keni. Dhe energjia e qendrës më tregon që është një person që ka emocione. Ju prisni një person, është një person që ka emocione në lidhje me ju, dhe është një person, po të vëmë re këtu, ose ju keni shumë oferta dhe jeni shumë kurioz në lidhje me këtë dashuri, me këtë person që ju do njihni. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të jenë në pritje të një përgjigje në lidhje me punën, ose për të larguar jashtë shtetit, për studimet tuaja, në lidhje me një punë. Mund të jeni duke pritur një përgjigje nga ana e punës. Dhe unë shoh që do merrni lajme të mira, do keni shumë oferta gjatë javës dytë,
por ju do t'ju tregji vetëm një ofertë. Një person në lidhje me dashurinë, për pjesën tjetër, ndoshta pas kësaj mungese ju prisni që të hyni në një njofje të re dhe unë shoh që do hyni. Por aty nga fundi i javës, duke parë që keni shumë oferta, ju do jeni të përqendruar vetëm te ky person. Ndërsa për pjesën tjetër do keni oferta në lidhje me punën, mund të jenë oferta në lidhje me studimet tuaja, me fëmijët tuaj. Mund të kenë disa opsione, do jeni me sëndrash, iluzionesh, do jeni duke fantazuar ndoshta gjatë fundit të javës së dytë, por gjithsesi shoh që jeni në një energji të bukur gjatë javës së dytë. Dhe kjo ka lidhje edhe me kontrata, partneritete të ndryshme, bashkëpunime. Atëherë, shohim në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me një person, në lidhje me një dashuri. Dhe kjo gjë ju bën që të ëndrroni gjatë fundit javës së dytë rreth këtij personi. Shoh që keni kaluar vështirësi në lidhje me dashurinë, por ju do filloni të ndryshoni këndvështrim, do t'i shikoni gjërat ndryshe, do t'i shikoni gjërat më pozitivisht. Dhe në mesin e javës shoh që do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë person, por ju do keni frikë, sepse shoh që jeni përqendruar te humbja e një personi. Ndoshta humbja e një dashurie, humbja e një personi, sepse shoh që këtu që ju mungon një person te java e parë. Por këtu karta ka këshilla, ju thot shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta do bëni shumë durim në lidhje me situata që mund të kenë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, në lidhje me studimet tuaja, sepse ju shoh që jeni në pritje, merrni lajme të mira, ndoshta ju keni bërë shumë durime ose do të ndiheni të paduruar derisa të filloni këto studimet ose një udhtim që dëshironi të bëni ose një situatë ekonomike që mund të ketë lidhje unë shoh që keni dhe mbështetje ekonomike, ndoshta nga një person shumë i afërt, por nuk e di, shoh një humbje, mendoni humbje ekonomike. Duhet keni kujdes se mund të keni dhe humbje ekonomike dhe faktikisht ka gjatë këtij muaji, po më duket se bie te 10 ditëshi te fundi, fillimi 10 ditëshi të tretë. Por shikoni mundësitë dhe ofertat. Lërini gjërat të rrjedhin dhe shikoni mundësitë që do t'ju vinë gjatë javës së tretë. Gjithsesi, në lidhje me pjesën tjetër, mund të keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me familjen ose me humbje dhe dështime që keni pas në të kaluarën dhe jeni duke i menduar shumë seriozisht këto situata. Por ndërkohë ju shoh edhe në një pozicion të mirë ekonomik në mesin e javës së tretë. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, luanit edhe energjitë shenjës së denit. Gjithsesi shoh një fillim të ri, ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me një dashuri, me një njofje të re, sepse shoh që keni qenë në javën e dytë këtë njofje. Keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, por unë shoh që ju do gjeni forcën për të bërë një takim me këtë person dhe e keni këtë takim. Për pjesën tjetër, mund të keni hasur vështirësi në lidhje me një finalizim, me një bashkëjetesë me personin që keni në jetën tuaj, por gjithsesi fundi i javës 4 ju gjen në një realizim të një bashkëjetese, të një fejese, të një martese për pjesën tjetër. Ndërsa për disa të tjerë ka lidhje me kontrata të ndryshme që mund të keni te vendi punës. Shoh që keni kaluar shumë vështirësi te vendi punës ose mund të kaloni gjatë këtij muaji, por gjithsesi këto vështirësi do t'ju bëjnë më të fortë. Është një lloj karme në lidhje me ju. Ju do gjeni forcën dhe shoh që në fund të javës 4 ju do harini të hyni në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme. Dhe këtu parashikohet që të ndodhi dhe një kontratë e rëndësishme në fund të javës. Mund të jetë një kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë pune, diçka që lëviz në lidhje me anën ekonomike, ose me mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen. Mund të jetë një kontratë ku ju në lidhje me një pronë, me një pasurim, me një zhvendosje, por shoh që ju do ta realizoni, edhe pse shoh që keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me këtë gjë. Dhe këtu bëhet fjalë që mund të jetë kontratë në lidhje me një pasuri, me një shtëpi,
ose diçka një dhurim, nuk e di se çfarë ka të bëj, por shoh që do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Gjithsesi, është një muaj fantastik e shoh, pavarësisht ulje e ngritje, do ketë për gjithë dhe jo të gjithë pjesëtarët e shenjës bien njësoj. Prandaj zakonisht themi që shikoni shenjën tuaj ascendente, sepse shenja ascendente përcakton shtëpitë tuaja dhe aty është gjithë secili ka atë hartën e vet. Gjithsesi, është një muaj që keni eksperienca, mund të keni të bëni dhe me institucione shtetërore, dokumenta të ndryshme, çështje të ndryshme, mund të jenë dhe çështje në lidhje me një pasuri, shoh këtu, ose në lidhje me dokumenta, në lidhje me studime, ju do ndjeni në dilema, ndjeni me pak para, ju mungon një dashuri, shoh, ose ju mungon një person, ndjeni të lodhur fizikisht nga çështjet e situata, mungesas që mund të keni pasur, por gjithsesi unë shoh që duhet keni kujdes me shëndetin në javën e parë, në fund të javës parë. Java e dytë është fantastike, në pritje të një dashurie, një person ka emocione për ju, ju do jeni shumë kurioz në lidhje me këtë person, edhe pse do keni shumë oferta, por ndërkohë mund të jenë në pritje të një përgjigje në lidhje me punën, me fëmijët tuaj, me një udhtim, me studime. Aty do merrni lajme të mira dhe ndërkohë shoh që do jeni edhe duke krijuar ëndra dhe iluzione gjatë kësaj periudhe. Ndërsa në javën e tretë shoh që keni bërë shumë durim në çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jetë një çështje në lidhje me dashurinë, ku ju keni kaluar vështirësi, edhe pse keni kaluar vështirësi, do filloni ti trajtoni gjërat më pozitivisht, ti shikoni më pozitivisht. Por edhe në lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, mund të keni kaluar vështirësi ose do kaloni, dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju t'i shikoni gjërat në një këndvështrim tjetër. Gjithsesi, zakonisht kur del kjo energji, është një energji durimi që zgjat pak në kohë, thjesht duhet të bëni durim. Në lidhje me një çështje ekonomike, në lidhje me një dashuri, ku ju mendoni seriozisht, por keni frikë të shkoni te ky person. Dhe shoh që jeni të përqendruar te humbja e kësaj dashurie dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat në lidhje me këtë gjë, ose mundësitë dhe ofertat të tjera që ju jepen. Po kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, me dështime, me humbje të ndryshme që mund të keni pasur. Shikoni mundësitë dhe ofertat, lërini gjërat të rrjedhin, ju thot. Dhe bas kësaj, ju shoh që i vini qëllime vetes në lidhje me një dashuri, edhe pse keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, me lidhjet, njohjet, marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me familjen, por ky muaj vërtetet më tepër rreth punës, në lidhje me ju, rreth anës ekonomike, rreth pasurive, një shtëpie, një dhurimi, dhe shoh që ju vendosni qëllime vetes në lidhje me gjithçka, rreth një kontrate, sepse shoh 2 herë që keni kontrata në javën e 4, dhe ju do gjeni forcën për t'i bërë gjërat, edhe pse keni kaluar shumë vështirësi, shumë sfida, ndoshta ka qenë një lloj karme për ju, atëherë në mesin e javës 4, ju gjeni forcën për të ecë përpara, për të bërë një kontratë. Mund të jetë një kontratë martesore, mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë një kontratë shtëpie, mund të jetë një dhurim shtëpie. Gjithsesi, unë i shoh që ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta në lidhje me çfarë do lloj kontrate që do keni gjatë javës 4. Është një javë pozitive, pavarësisht situatave që keni kaluar, unë shoh që edhe si muaj do jetë i mirë. Dhe shohim marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione, ju thotë. Gjërat janë pak më të vështira nga sa ju i mendoni. Thjesht kjo energji erdhi, por kjo nuk do të thotë që këtu përfshin gjithë pjesëtarët e shenjës, por që do ketë vështirësitë e veta, ka vështirësitë e veta, por ka dhe të mirat e veta, ka dhe gjëra pozitive për gjithë ju. Gjithsesi, duhet gjërat mos i shikoni ashtu siç janë, se mund t'ju duken ndryshe nga çfarë janë, thotë. Është ndoshta është një sinkronizim jo i mirë i kësaj periudhe, thot. Gjithsesi, unë do nxjerr edhe një mesazh tjetër. Unë shoh që ju largoheni nga diçka. Diçka duhet të ndaloj, thot. Në qoftë se ju jeni në këto situata,
sepse thotë që një marrëdhënie, në një njohje, në një lidhje, nevojitet një komunikim i mirë, thotë. Që gjërat të bëhen akoma më mirë se që janë. Ndoshta mund të jetë edhe një sinkronizim jo i mirë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe për këtë ju thotë, lërini gjërat mbrapa, gjërat që ju duhet të ndaloj diçka në lidhje me këto situata, që mund të jenë situata tensioni, mund të jenë te vendi punës, mund të jenë në familje, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Por shikoni dhe gjërat që ju rrethojnë, thotë. Dhe rikthehuni te gjërat që mund të riktheheni, për shembull, në studimet tuaja, se kjo ka lidhje më tepër me pjesën e studimeve, mund të riktheheni te një punë, mund të jetë rikthimi i diçkaje që ka lidhje me një shtëpi, me një dhurim, nuk e di, ose te një punë që vërtet ju e keni ëndërruar dhe keni krijuar iluzione, por edhe në lidhje me kontrata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, është një muaj pozitiv, jeni të mbështetur nga energji më të larta, dhe mësoni sa të mundeni, thotë, rreth situatave dhe rreth gjërave që ju rrethojnë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal ose subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ndoshta u zgjata pak shumë te shenjat tuaj, por kjo energji erdhi. Gjithsesi, uroj muaj të mbar, mbazitë të këndshme për gjithë ju dhe gjim të këndshëm.